Përshëndetje miq, jeni duke dëgjuar edicionin informativ këtu në Radio Travel. Jetoi 23 vite në një shtëpi me qira. Pronari i dhuron shtëpinë. Jane Sainer, një grua 74 vjeçare nga Melbourne, u shpërblye në mënyrën më të papritur pas 23 vitesh biznikërie, duke paguar çdo muaj shtëpinë e saj me qira. Ajo kishte jetuar në një apartament modest, pa punuar asnjëherë qiran dhe duke kujdesur me përkushtim për pronën. Duke punuar turne të hershme në një fermë perimesh, Jane mendonte se nuk do të mund të dilte kurrë në pension, pasi qiraja ishte një barë e përhershme. Por gjithçka ndryshoi kur pronari i saj, John Perret, vendosi t'ia lindte shtëpinë si trashëgimi në testament. Pak para se të ndërronte jetë, ai e njoftoi personalisht për vendimin e tij dhe ajo fitoi një pronë që ka një vlerë rreth $700,000 australian. Hyen historinë avokatja e parë në botë me sindromën Down. Ana Victoria Espino de Santiago është bërë avokatja e parë në botë me sindromën Down, që ushtron zyrtarisht profesionin duke thyer barriera dhe stereotipe të vjetra. E diplomuar në drejtësi, ajo përfundoi me sukses një rrugtim akademik të gjatë dhe sfidues, në një sistem që shpesh nuk është i përshtatur për persona me aftësi të kufizuara. Misioni i saj është i qartë të jetë zëri i atyre që shpesh nuk dëgjohen. Ajo synon të mbrojë të drejtat e njeriut, të luftojë diskriminimin ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe në të ardhmen të kontribuojë edhe në hartimin e ligjeve më gjithëpërfshirëse. Për te ligjit, Ana Victoria është edhe një artiste e vlerësuar me vepra të ekspozuara në galeri prestigjioze. Ndjeshmëria, arma më e re e liderave të suksesshëm. Studimet më të fundit në neuroshkencë dhe psikologjinë e leadershipit po sfidojnë idenë tradicionale se liderat duhet të jenë emocionalisht të ftohtë. Përkundrazi, shkenca tregon se ndjeshmëria emocionale dhe aftësia për të prekur lehtë, përfshirë edhe të qarët, përbën një avantazh real në udhëheqje. Sipas ekspertëve, këta individ kanë një truq që lidh më shpejt zonat emocionale dhe ato logjike, duke u lejuar të kuptojnë me saktësi shenjat e fshehura sociale, tensionet dhe nevojat e të tjerëve. Empatia tashmë nuk shihet më si një aftësi e butë, por si një faktor kyç për suksesin në biznes. Gruaja që luan klarinet gjatë operacionit në tru. Një moment i jashtëzakonshëm është shënuar në mjekësinë moderne. Dennis Bacon, 65 vjeçe, një grua nga Anglia që vuan nga sëmundja e Parkinsonit, luajti klarinet gjatë një operacioni në tru dhe përjetoi përmirësim të menjëhershëm. Gjatë një ndërhyrje 4 orëshe, mjekët aplikuan stimulimin e thellë të trurit, ndërsa Dennis qëndroi zgjuar. Sapo stimulimi u aktivizua, lëvizja e gishtërinjve të saj u përmirësua menjëherë. E diagnostikuar në vitin 2014, Parkinsoni kishte kufizuar ecjen, notin, vallëzimin dhe muzikën. Mjekët e quajnë këtë një shembull të fuqisë së teknologjisë mjekësore dhe shpresës që shkenca i jep jetës. 101 kate dhe 508 metra lartësi. Alex Honnold sfidon frikën në Taipei 101. Alpinisti legjendar amerikan Alex Honnold ka realizuar një tjetër akt të jashtëzakonshëm, duke ngjitur qiellgërvishtësin Taipei 101 me 101 kate dhe 508 metra lartësi, pas një litar apo pajisje sigurie. Ngjitja e rrezikshme u zhvillua në zemër të Tajvanit dhe u transmetua drejt për drejt nga Netflix. Honnold e përfundoi sfidën në vetëm 1 orë e 31 minuta, duke thyer rekordin e mëparshëm. Në majtë të ndërtesës ajo prit nga bashkëshortja e tij, ndërsa poshtë mirë sy e ndiqni në ankth. Pavarësisht erës, vapës dhe brëritjeve të fansave në katin e 89, Honnold vazhdoi i palëkundur drejt majës. Me një fjalë të vetme, fantastike, ai e përshkroi suksesin e një tjetër ngjitje që konfirmoi pse konsiderohet një nga alpinistët më të guzimshëm në botë. Dhe me këtë lajm ne kemi ardhur në fund të Happy Feet dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi si çdo ditë vetëm në Radio Travel.